dhe një shifër në mos gaboj 3.000 dhe në 5.000 euro, këta student, ata që mbaronin dhe doktoraturën jo emëroheshin, po bëheshin pjesë e menjëhershme e senateve akademike, etj. Pra kishte një sër masash që të tërhiqnin, se duhen masat të tërheqin. Po ashtu, unë mbaj mend që në 2015-2016 kishte në fondin e ekselencës, që ta dini ju, u bë një po themi ndryshim. Cili që ndryshimi? Ndryshimi që do përfitojnë edhe punonjës të administratës që janë ekselent. Pra që kanë arritje të larta në punë e vetë dhe mund të shkojnë jashtë për masën e ku diun se çfarë. E dini kush përfitoi? Punojësi i parë që përfitoi në administrata publike. Kush ishte? Endri Fuga. Nuk të gënjej. Në qoftë se gënjej, unë mbaj përgjegjësi. Po të them këtu mbaj përgjegjësi. Po në fakt e kam dëgjuar këtë. Po, morale dhe juridike po doni. Dhe e disa morën 3 punonjës. Dhe po ju them se kjo tjetra do të bëj akoma më përqeshur. Punojësi i dytë, di kush ishte? Kush ishte? I qarku të Tiranës, këshilli i qarkut, të kujtohet që ka një këshill qarku? Po. Dhe ishte sektori zjarfikseve. Specialiste. Okej. Dhe punojësi i tretë që Bashkia e Tiranës. I ka me emra, i ka me dokumenta këto. Po me... Dhe e disa morën këta. Sa morën? Morën 10% të fondit të ekselencës. 3 veta. 3 veta. 200.000 euro. 10% të fondit të ekselencës, se po diskutoni ju më përpara ndoqa me zotin Çoçoli. Po, si vidhe. 10% morën këta. Po ai 10% që e disa është? E disa është ai 10% që sa pensione është? Sa duash? Sa ai 10% që? Ai 10% që në 2 milion euro vetë llogarin sa është. Po 200.000 euro. Se janë 200.000 euro. Këto 200.000 euro për punojësin e zjarë fikses, si shkojnë tek xhepi i pensionistëve? Si shkojnë tek shkolla? Se po të hyjmë se nuk do ekonomist kjo të kalibrit të Akilit. Edhe një njeri i thjesht në rrugë më pyet mua, si i kemi bërë shkollat neve? Janë bërë me 480.000 euro. 480.000 euro. 480.000 lek. Nuk janë bërë me 4.800.000 euro. Si shbëhen sot. Prandaj s'ka vend për ekselentët. Se ekselenti nuk të le të vjedhësh. Se ekselenti nuk vete aty dhe i thua firmos. Hajde shpejt, firmos. Se ta tregoj unë ty. Ekselenti, si shpërdojmë me në gjuhën tonë, nuk e përdor të si zarë. Se është i mençur ai. Ne duam ignorantët. E ditë që Ministria e Arsimit ka nga 5 venda që ka dalë pension dhe i mban aty. Pse si heq? Pse si nxjerr sipas rregullit në pension dhe të bën ekselentët? Pse si heq? Ka njerëz aty që as zëvendës drejtoresha e doganave nuk ikën nga posti edhe pse ka dalë në pension para 2 vjetësh. Po pse do iki? Po pse do iki? Pse do iki? E përshëndesi Monika Dushkun, tezën e Olta Xhaçkës. Po ku e gjen? Ku e gjen për paran qyll? Pa punuar? Në vërtet. Kush ta jetë? Kush ta jetë? Si, të qohesh në orën 5 të mëngjesit. Edhe të mendosh se çfarë do bëj. Të sjellësh zërin e qytetarëve në publik dhe të kesh merakun pasi ke mbaruar se çfarë do bëj nesër. Është tjetër gjë. Dhe të çohesh në orën